E patëm të vështirë të zhvillonin bisedën e javën e shkuar bashkë, kur filluan të dilnin rezultatet e para dhe pse nuk ishin përfundimtare për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Ju bët zgjedhje para nesh, ende nuk keni një qeveri. Bëm zgjedhjet gati 3 muaj pas jush edhe kemi tashmë qeverinë, Rama që konfirmohet për një mandat të 4 me 83 mandate dhe me votën e diasporës që shkoi për majorancën socialiste. Një koment do doja nga ana juaj se edhe europianët që erdhën në Tiranë u habitën teksa uronin Ramën një pjesë për fitoren e thonë wow, mandati i 4, do të thënë surprizues. Absolutisht është surprizë, sepse në një traditë demokratike është vështirë të keni një qeveri me 4 mandate dhe më 4 mandat jetë fitore edhe më e thellë se mandatet e kaluara. Këtu janë 2 çështje. E para është ta them të drejtën, Shqipëria ka hyrë në një valë të përshtatshme gjeopolitike në vitet e fundit për shkak edhe të Ukrainës dhe mund të them se zoti Rama i ka shfrytzuar me mjeshtri këto hapësira të krijuara. Dhe kjo është një çështje edhe e fati, por edhe aftësie e shfrytzuar maksimalisht hapësirat që i krijon një moment fati në histori. Pra, treni i cili ishte i mbyllur për ne për shumë kohë, u hap nga Emmanuel Macron, i cili thotë për 2 vite Shqipëria mund të hyjë. Ishte po ai Macron që kishte bllokuar Shqipërinë dhe të gjithë të tjerët të kaluarën në këtë proces. Dhe kjo është mjeshtria. Dhe kjo krijoi edhe efekte tjera në Shqipëri me investime në infrastrukturë, me hapje në turizëm, me një perspektivë shumë të madhe. Besoj se kjo është faktori pse Rama është i popularizuar në këtë përmas. Elementi i dytë është që ka pasur një oponencë pa mjaftueshme për të krijuar ndryshimin. Unë besoj se qytetarët e Shqipërisë do të ishin të gatshëm të bënin një ndryshim shumë shpejt, sikur të kishte një opozitë e cila ka kapur, ka hyrë në trenin e progresit. Opozita e Sali Berishës, më vjen keq, është opozitë e gjeneratës së Miloševićit, të Tuđmanit, Milan Kuçanit, të Ibrahim Rugovës. Nuk besoj se do të ketë shoqëri të gatshme që të kthehet me hapa prapa. Do të thotë, me çdo respekt për figurën e tij, për kontributin e tij në histori, për shumë gjëra që ka bërë, unë mendoj se ai njeri ka gabuar kur i ka mësyer edhe një herë udhëheqjes së PD-s, do t'i bënte shumë mirë që t'i lironte rrugën një gjenerate të re e cila është në krijim e sipër në PD në mënyrë që Rama të mos merr edhe mandatin e 5. E qartë, shpresoj që të kemi shërbyer ne këtë herë si shembull për Kosovën, edhe si model për zgjedhjet. Absolutisht, ka qenë jo vetëm procesi politik, po dhe organizimi i zgjedhjeve këtë radhë në Shqipëri ka qenë jashtëzakonisht më i mirë. Votimi në diasporë ka qenë për të marrur shembull, do të thotë ka pas elemente të progresit, duket që është edhe çështje investimi që është bërë me shumë seriozitet, por ka qenë progres i konstatuar edhe nga vëzhguesit e Kosovës që ka qenë në proces gjithë dhe unë besoj se do duhet përshëndetur dhe do duhet marrë mësim nga kjo gjë nga. E qartë, falenderoj shumë edhe për kohën se po të kërkojmë vazhdimisht edhe përmes telefonit. Faleminderit shumë, zoti Hoxha. Ju falenderoj, ju kërkoj falje.